Të nderuar shikues, jemi me personalitetin e ditës për sot me ambasadorin e paqes, zotëri Tahir Shabani, i cili ka qenë si vëzhgues i zgjedhjeve të fundit në Kosovë, për të folur për përshtypjet e tij dhe njëkohësisht për sfidat, vështirësitë që ka parë dhe ka hasur gjatë këtij procesi zgjedhor në Kosovë. Do të flasim në studion tonë së bashku me zotëri Tahir Shabani. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë, faleminderit. Proceset kanë qenë normale, janë certifiku, ka përfundu rezultate. Përsëri janë shfaq pakënaqësi, ankesat të parashtesa dhe ka ardhur tek qendra e Prizrenit, ka pas shqetësime nga raportues të KQZ-s, njëkohësisht dhe me keqardhje aty do hapet edhe proces ndaj atyre qendra se ka lëviz situata të rinumërimi nga komisarët e subjekteve politike. Në fakt, ju si e vlerësuat procesin zgjedhor në Kosovë, të zgjedhjeve të fundit? Në përgjithësi, na kena vëzhgu procesin në Mitrovicën e Veriut, tek qendrat e votimit ka qenë një proces i rregull, do certifiku me rregull, brenda gjitha norma ndërkombëtare, edhe ne kem dalë si në cilësinë e vëzhguesve Kosova është shembull për të udhëhequr në proces zgjedhor. Pastaj ato çështje tjera s'na takojnë neve, i takojnë Komisionit Qendror Zgjedhor, që dalin me vendimet e tyre, të kërkojnë ndihmë që drejtësia të intervenojnë autoritetet e drejtësisë, prokuria, në ato zona ku do të hapen procedura. Është me keqardhje, kjo është edhe një sfidë e rëndë për integrimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, kur nga shkurti këndej 4 palë zgjedhje, nuk jem në ato lukset botërore të jetuar, dhe 20 dhjetori ka qenë një kohë shumë pa e papërshtatshme. Mërgata në vend se të vinte në Kosovë të rritë pushimet në familjarët e tyre, të kalonin fund vitin, ata u detyrun qytetarët nga Mërgata në vinë me vështërsi, me transporte publike ajrore detare, të rrinë edhe të votojnë për ndryshimet për votën e lirë në Kosovë. Kjo ka qenë një vështërsi shumë e madhe. Unë e shpresoj që në tarmen Kosova të respektoj kalendarin zgjedhor, të fillojnë zgjedhjet lokale, nga zgjedhjet lokale parlamentare, presidenciale, shpresoj të evitojmë krizat edhe Kuvendi i Kosovës të filloj. Tani është shfaqë një shqetësim, do filloj rinumërimi vota nga qendra e rinumërimit në fushë Kosovë për gjithë territorin, edhe mbrëmje isha në qendrën e rinumërimit. Ato ishin, gjithë stafi ishin me vullnet mirë, punonin, ne thonin ne jemi në shërbim të shtetit, ne punën tonë, që na rekomandohet, ne i bojmë, ishte një transparentës, pavarësisht nga njerë kishte problem të kamerat, kishte problem të interneti, po ndërkohë zaventësonin, hapësira kishte gjithë, ajo unë që vrejta gjatë vëzhgimit, niveli profesionalizmit nuk mungon. Është nivelli. Për balë kësaj, do ju propozova në tarmen që të përfitojnë edhe programe trajnime nga Komisioni Evropian se trajnues të KQZ-s për përvojat e tyre, se në shembull me profesionalizëm stafi administrativ nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Po, në fakt, mbaj mend kur keni qenë si vëzhgues në zgjedhjet këtu në Maqedoninë e Veriut, keni vërejtur, për shembull, disa lëshime nuk ju ndihmojnë shumë njerëzve në moshë të shtyrë që të votojnë, domethënë. Në Kosovë keni parë kështu lloj lëshimesh, nëse mund të quhen? Këto ndodhin edhe në Kosovë, në Shqipëri kam qenë, edhe në Shqipëri kam hasë vështërsi të moshurit, nga njëherë ju mungon të asistentja, ju mungon të ndihma, por këto gjëra që ndodhin, se tash tek qendrat e votimit nuk dihen cilën kohë do vinë ata që kanë vështirësitë më të mëdha shëndetësore, apo edhe mungesa stafit, koordinimit nga qendrat, kryesues të qendrat votimit. Ata do të reflektojnë më shumë të në këtë drejtim, të jenë gatshëm të marrin mosat me stafet shtesë, të kenë dispozicion staf të mjaftueshëm, edhe kushtet nga njerë dhe kushtet klimatike kanë bojnë që nuk janë të nivel, nuk arrin të jenë të nivelit të mjaftueshëm për të ndihmuar ata që kanë probleme shëndetësore dhe arrin me një qendër nga njerë shumë e vështirë,
kjo vërejtë, si në Macedoni, si në Kosovë edhe në Shqipëri. Nuk është vetëm Macedoni që ka ndodhur edhe të zona tjera gjeografike. Përveç se si ambasador, gjithashtu merreni edhe me diplomaci. Do na interesonte vlerësimi juaj, përse Kosova nuk po arrin që ta krijojë qeverinë? Si vlerësoni ju, cili është mendimi juaj, opinioni juaj? Derisa nuk arrihet të betohen deputet mas zgjedhjen 28 dhjetorit, do të konstituohet kuvendi. Pas konstituimit kuvendit dolin rezultatet finale, certifikohen parlamentarët dhe thirrët seanca konstitutive e kuvendit për të dhënë betimin. Pastaj vjen në rend, nëse janë të mjaftueshëm për arritje koalicion qeveritar, atëherë vjen çështja e qeverisë, mandatohet për të dhënë një qeverinë me Këshillin e Ministrave. Uroj që shumë shpejt të kemi lajme të mira dhe të afrojmë mundësinë tonë në ekspertizën tonë në diplomacisë ndërkombëtare, Ministrisë së Jashtme, Kuvendit Kosovës dhe Presidencës. Këto janë tri nga institucioni ekzekutivi dhe një kushis legislative që neve na kryojnë mundësinë që të kryojnë mura bashkëpunimi përmes Kuvendit Kosovës, diplomacinë parlamentare, nga presidenca, të lobojmë bashkarisht, jam akordu me këshilltarët e presidentës Vjosa Osmani, që ndihmojmë të shikojmë zonat e vështira gjeografike, Amerikën Latine, çështjet e kësaj zone së Arabisë, është Algjeria, Maroko, Tunizia, jem konsultime, si do të jem një delegacion të lëvizëm andej, takojmë të parlamentarët e tyre, të lobojmë për Kosovën, që prioriteti im është që lobimi i Kosovës të vazhdojë. Edhe preso me padurim të kemi një nga shefat e diplomacisë Kosovës që të koordinohet me diplomacinë ndërkombëtare për lobim të Kosovës. Zoti Shabani, ishte kënaqësi shumë e madhe që ishi pjesë e emisionit tonë. Ju falenderoj, shprehem mirënjohje dhe konsiderat për stafin e juaj të mrekullueshëm, gjithë në dispozicion, zëri Margatës, zëri së drejtës, zëri kulturës dhe promovimit të paqes dhe prosperitetit. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Kemi pasur të ftuar në emisionin ton ambasadorin e paqes, zotri Tahir Shabani, me të cilin kemi folur për rolin e tij si vëzhgues në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne.